Zyrtarët e lartë socialist po përfshihen gjithnjë dhe më shumë në ndërtimin e resorteve dhe hoteleve në Bregdetin e Jugut, një fenomen që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik. I fundi në të listë është Arben Pëllumbi, kryetari i Komisionit Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese, i cili ka nisur ndërtimin e një kompleksi turistik në Radhim Vlorë. Kompania e tij ABA ka aplikuar me leje mjedisore dhe është 100% në pronësi të deputetit me administrat nga vllai i tij, Erlin Pëllumbi. Ky rast nuk është i vetmi. Artan Gaçi, ish deputet socialist dhe bashorti ish ministrës së jashtme Olta Gjaçka, është gjithashtu i përfshirë në një projekt për ndërtimin e një hoteli me 5 hyje në Himar. Ky investim që përfshinte edhe dhënien e statusit të investitorit strategjik u ndal pas kallëzimit në SPAK nga Fredi Beleri, i cili e çoi çështjen për falsifikim të dokumenteve dhe abuzim me pasuritë shtetërore. Gjatë hetimeve, ish kryetari i bashkisë Himar, Jorgo Goro, u arrestua dhe u dënua me burgim për falsifikim. Përveç kësaj, ndërtimet e tilla janë shoqëruar me lidhje familjare dhe politike. Olta Gjaçka është mbesa Arben Pëllumbit, duke krijuar një klan të fuqishëm që po investon në turizëm, një sektor që ka marrë mbështetje të madhe nga qeveria. Megjithatë, ky fenomen ka ngritur shqetësime për mundësinë e abuzimit me favore dhe privilegje, të cilat mund të përfitojnë vetëm ata që janë brenda rrethit të pushtetit.